Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar bashkëudhëtar të rrugës tonë drejt Allahut. Të nderuar miq të emisionit ton Rruga drejt Allahut. Takohemi sonte përsëri në emisionin ton të radhës për të folur për një udhëtim rreth 2 mujorësh, që kemi udhëtuar së bashku në një nga stacionet e rëndësishme në rrugën tonë drejt Krijuesit. Folëm për edukatën. Çfarë është edukata për ne? A është edukata thjesht një edukat morale, si unë të ngrihem, si unë të flas, apo ishte më e gjerë se kjo? Sqaruam për disa emisione rresht konceptet të drejta me të cilat duhet të ndërtohet edukata islame. Folëm për respektimin e dietarëve. Folëm për shembull praktik të dietarit kolosit, të cilët duhet të respektojmë jo thjesht me fjalë, por me vepra praktike. Shkuam dhe dëgjuam nga afër se si duhet vlerësohej dietari jon i madh Ebu Hanife, Allahu mëshiroft. Vazhduam me përtimin e adhurimeve, pastaj me ballafaqimin e sfidave dhe pikat e tjera që sqaruam së bashku, të nderuar miq. Së fundi, për 4 javë rresht, ne shpjeguam konceptet të gabuara me të cilat fatkeqësisht ndërtojnë sot prej muslimanëve edukatën e tyre. Nësa sot tham të rikthehemi edhe një herë për rëndësinë e madhe që ka ky stacioni i edukatës. Të rikthehemi së bashku, por jo vetëm, përsëri me hoxhën tonë nderuar për të rifreskuar, për të skalitur edhe një herë të koncepte. Pa humbur kohë, në emrin tuaj dhe në emrin tim uroj hoxhës tonë mirëseardhje. Hoxhë mirëseardhje. Mirëseardhje. Allahu nderoft. Ish përbleft. Për gjithë unë sapo anonçova pak më lart, që ka qenë shumë e rëndësishëm ky stacioni i edukatës. A edukat tham hoxhë nëse të kujtohet që kur ne bëre dallimin mes asaj që quhet moral dhe asaj që quhet edukat. Mes asaj të jashtmes dhe të brendshmes. Mendoj që shumë e rëndësishme të kishim qëndruar edhe një herë në këtë emision, po e themi të fundit të këtij cikli, rreth 2 muaj që kemi udhëtuar së bashku, për rëndësinë që ka. A kemi vërtet nevojshme të rikthehemi për herë sot me ju, ndoshta nesër dhe tutje, çdo ditë të rikthehemi vetes tonë? Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahun e madhruar që të ushqen zemrat tona me besim të pastër, të zbukuron gjymtyrat tona me punë të mira. Ne kemi trajtuar këtë temë përmes disa emisioneve, duke u munduar që të mbjellim në zemrën dhe mendjen e çdo besimtar dhe besimtare rëndësinë e madhe që ka kjo temë. Shkurtimisht mund të them të nderuar se në qoftë se kërkohet nga ne si besimtar të arrijmë një nivel të caktuar të pjekurisë, të urtësisë, të devotshmërisë. Dhe në këtë nivel duhet të ngritemi duke u zhvilluar dhe duke u rritur. Atëherë ai i cili e përcjell, faktori i cili e përcjell zhvillimin tonë në mënyrë të mirëfillt apo bëhet dhe mbarvajtjen e kësaj rritje është edukata. Prandaj po të mos ishte kjo edukat, njeriu ose do të mbetet i pazhvilluar ose do të bën zhvillim të papjekur. Sikur që ndodh për shembull të kemi njëri që është i gjatë me trup, por mendje shkurt. Apo andaj nuk i bën nder trupi i tij që është i gjatë. Shtati i tij i gjatë nuk i bën nder, për shkak se do të thotë trupi është zhvilluar me në hap shumë më përpara se mendja dhe pjekuria e tij. Andaj besimtari që të jetë në hap me pjekurinë dhe me maturinë dhe me urtësinë, së bashku me informata që i merr dhe adhurimin që ia kushton Zotit të mënduar, atëherë duhet që kjo të jetë e përcjellur me konceptin e kuptuar drejt të edukatës së mirëfillt islame. Që thot hoxh, kur that në një nga emisionet, nuk kërkojmë sot njëri thjesht me dije dhe i pa edukuar. Mund të ketë një dije shumë të madhe, një enciklopedi, ama nëse shkon moralin e tij, edukatën e tij, se si e ka ndërtuar këtë dije, kështu që të dyja kanë përplasje me njëra tjetrën. Po ne kërkojmë që atë që sot bota po kërkon. Njerëzit janë të lodhur me teori, boshe, me fjalë, me ligjërata pompoze, oratori, të flakta. Janë lodhur njerëz me këtë. Njerëzit dëshojnë të shohin përse afër njëri i cili më të vërtet praktikisht është i lumtur, i cili praktikisht është i sjellshëm, i moralshëm, i cili praktikisht ka raporte të mira me të tjerët. Ne për shembull gjejmë njerëz që ndoshta mund të jenë ligjërues të famshëm dhe trajnues të njohur ndërkombëtar të temave që kanë të bëjnë me lumturinë, të kalimin e depresionit, ndërsa ata vetë janë në terapi të
këshillime të depresionit. Andaj nuk është kjo përputhje me atë që synohet. Prandaj edukata e besimtarit është një tregues praktik apo për ndikimin e drejtë të mësimeve islame në zemrën e tij. Nëse dëshon të dish një njeri sa ka ndikuar tek ai namazi, shikoj edukatën e tij. Nëse dëshon të matësh sa ka ndikuar agjërimi tek një besimtar, Kur'ani tek ai, Suneti tek ai, shikoj edukatën e tij. Me kuptimin e edukatës që kemi folur për të më herët. Andaj është një tregues i rëndësishëm apo që besimtari para se ti ekspozohet të tjerëve, ai vetë në brendin e tij duhet ta marrë ndikimin e kësaj feje tek ai me nivelin e edukatës që ka në zemrën e tij, dërejtësisht nga kjo pastaj edhe në veprat e jashtme të tij. E vërtetë do të thonë një nga pikat e para që na trajtove ishte respektimi i dietarëve. Thonë nuk e adhurojmë dietarët. Dhe kështu që bën mos më marr ndonjëherë ose disa herë ose fatkeqësisht në emrin e kësaj nuk e adhurojmë hoxh, vjen ana tjetër e mos respektimit siç duhet të dietarëve. Çfarë mund të sjellësh diçka të përmbledhur ke kjo pjesën e kemi trajtuar? Renditja nuk është, për shembull, që kemi filluar me dietarët, nuk do të thotë se gjithmonë është kjo renditje. Mirë po, jemi munduar që të ndjekim metodën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili varet nga situata që ka qenë në të pyetësi i është përgjigjur. Sa njerëz kanë ardhur kanë pyet, o i dërguari i Allahut, më tregon se vepra më mirë. Dikujt i ka thënë kjo, dikujt ajo, dikujt kjo kështu më radh. Jo pse ka ndryshim përgjigje, por për ty kjo më e mira është. Ndërsa për këtë kjo është më e mira. Apo andaj edhe për neve, në kohën tonë të sotme. Ndoshta hapi i parë pas rregullimit të raportit me Allahun xhallahu ala, edukatës me Zotin, duhet që të kemi edukat me dietarët. Dhe këtë për dy aspekte. E para, për shkak se sot janë përhap burime të shumta të informimit që shpesh herë më tepër njollosin apo se që informojnë drejt si duhet besimtarin. Andaj një raport i mirë me dietarët të ruan nga këto burime të dyshimta, nga këto burime të e njollosin zemrën tënde. E para dhe e dyta, sot jetojmë një kohë të, po them me plot kuptime e fjalës shfrenimit total. Apo për shembull përpara fëmiu ka qenë i frenuar në shumë aspekte, i frenuar në raport me prindin, i frenuar në raport me arsimtarin, i frenuar në raport me të vjetrin. Apo nga se edhe po të dënte, t'ja kthen të babës, ka pas shumë frej nga mbrana që është absurde. Ndërsa gjitha këto sot janë të shkputura, ja kthen fjalën babës, ja kthen fjalën mësuesit, madje nuk e respekton, madje apo nuk jemi në shfrenim total. Dhe ky shfrenim ka bërë që edhe kur dikush po udhëzohet, apo të kupton se edhe ai për shembull është një pjesëtar i kësaj feje, sikurse edhe fillon dietar dhe hoxha, dhe sikur që dietar dhe hoxha ka drejt të jap mendimin e tij, edhe mund të jap mendimin tim. Dhe kjo është pasojë e këtij shfrenimi, mungesa të kësaj edukate. Prandaj unë kam vërejt se normalisht pas edukatës me Allahun xhallahu ala, pas besimit në Zotin xhallahu ala, duhet filluar me edukatën e pjesëtarit të kësaj feje përballë njerëzve të dijes, për të ruajtur nga burimet e dyshimta dhe të njollosura dhe gjithashtu për të marrë dije ku duhet. Për të marrë dije ku duhet dhe për të kuptuar se kjo fe nuk ndërtohet në përvoja, kjo fe nuk ndërtohet në thashëthëme, kjo fe nuk ndërtohet në eksperiencë kështu më radh, ndërtohet në dije, në atë që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse nuk kemi respekt për dietarin, atëherë ky parim do të bie. Nga se sikur të thonë disa njerëz pa është pejgamber, sikur se e përmendët edhe ju. Nuk është pejgamber. Ai nuk është pejgamber. Normalisht, mirë pa është trashëgimtari i pejgamberit. Në mungesë të pejgamberit ai flet në emër të tij. Po të ishte pejgamberi sot gjallë, Muhamedi sa gjallë, padyshim se ne nuk do të kishim drejt të flasim. Mirë, po përsa ai nuk është gjallë, ai ka vdekur. Trashëgimtarët e tij, ata që kanë trashëguar diturinë që ai e la, jo pasurinë e tij. Nga se s'ka lënë pas vetë diç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por ai ka lënë dije. Apo ka lënë udhëzime, ka lënë porosi. Dhe normalisht ata që i din këtë porosi, që i din udhëzime, këta janë dietarët. I din hadithet, kuptimet e tyre. I din ajetet, bën lidhjen e mirë mes ajeteve dhe haditheve. Këta janë dietarët. Prandaj në mungesë të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kemi trashëgimtar. Ata flasin në emër të tij. Dhe gjithashtu e treta që e bën me rëndësi dietarët është
Se ne kalojmë në kohën e sprovave të shumta. Dhe ato sa shkojnë e shtohen, dhe sa shkojnë edhe bëjnë edhe më të mjegulluara se ajo që ka qenë më parë. Wallahi çdo sprovë që po vije është më e mjegulluar se e më hershmja. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të shtohen sprovat. Dhe thot besimtari, hadhihi muhlikati. Kjo do të më shkatron. I shpëtova kësaj, po nuk di çfarë bëj kësaj. Andaj në këtë mjegullim, apo në këtë huti që shkaktohet, në këtë po them edhe ardhje të vazhdueshme, të një pasnjëshme të sprovave, patjetër se duhet ata që e kanë fenerin në dorë, ata që e kanë dritën në dorë. Kush ata? Ata janë dietarët tanë. Prandaj për këtë arsye duhet filluar rregulloj raport me këta, pastaj rregullojmë tjetër më lehtë. Për shkak se kemi më vërtet sot një problem në këtë rreth. Shpresoj që të treja pika hoc, të jemi përgjigjen pa marrë një përgjigje tjetër, të atyre që thonë jo ne nuk duam të arrijmë në atë pikë që i madhërojmë dietarët, prandaj tërhiqemi me kujdes. Shpresoj këto 3 pika të qartësojnë që jo, nuk është madhërim, por është ndriçim me fenarin që kanë në dorë me të kaluar. O Xhun do të kaloj në një moment tjetër ku gjithë stafi jon e emisionit Rruga drejt Allahut shkojnë në Gostivar para një muaji e gjysmë për të parë nga afër shëllimin praktik se si respektohej dietari i trevave shqiptare që e ndjekim të gjithë Imam Abu Hanife, Allahu më shëroft. Çfarë mund të përcjellje shumë shkurt nga gjithë ajo që ti përcolle Hoxh para gjithë atyre njerëzve në sallën e madhe atje në prezencë me ftyrë të Gostivarit për figurën e madhe të Imam Abu Hanife sallallahu alaihi wasallam. Unë në shkurtimisht kisha me përzier nga tëra ajo që ta marrim Abu Hanife rahimullah komplet, si figurë komplete në shumë aspekte. Dhe mos të kemi qasje selektive për bollë të burrit të madh. Të marrim për shembull fikun e tij e të braktisim akiden e tij. E të marrim këtë e të braktisim sjelljen e tij, e moralin e tij, adhurimin e tij. Ti marrim të gjitha. Nga sa ato janë të ngjitën një me tjetrën. Nuk do të ishte e mundshme që Abu Hanife rahimullah të ishte dietar i këtij kalibri, po të mos ishte adhurues i mirë Allahut azza wajalla. Pa mundshme është kjo. Nuk do të ishte e mundshme që të jetë kaq i përhapur mësimi i tij dhe kaq i ndjekur ky njeri në botë, po të mos ishte ky në raport mirë me Zotin xhallahu ala, nga se kjo është një bereqet që Zoti ia dha këtij njeri. Prandaj do të thotë ta marrim këtë figurë nga gjitha aspektet dhe të munduemi që më të vërtet ta kemi një imam i cili na ofron një shembulltyr praktike para asaj teorike se si duhet të formohet në kuadër të mësimeve të një musliman. Si e formojnë mësimet islame? Si një musliman është musliman kudo qoftë? Abu Hanife rahimullah ishte në tregti musliman shumë i devotshëm. Por ishte edhe në xhami kështu, por ishte në shtëpi kështu. Na kemi pranë gruaja vetë çfarë tha për ta. Çfarë thanë ata që ai kanë bler nga ai. Ka sa edhe mirë me tregti. Çfarë thanë ata për moralin e tij? Mos flasim për sjelljen e tij ndaj nxënësve të tij, mos flasim për bujarinë e tij, mos flasim për adhurimet e tij. Prandaj do të thotë ne kemi nevojë që nga se kemi ndirë alhamdulillah, sikur se kam përmendur në disa nga misionet që kemi kaluar, se të tjerët nuk kanë kështu figura të kompletuara. Ata kanë të theksuar në këtë dije, po nëse shikon aspekte tjetër, me të vërtetë të merr. Ne kemi figura të kompletuara. Në Abu Hanife rahimullah me të vërtetë në çdo aspekt të jetës është dietar, është hoxh i madh. Nuk ka deballans në aspektet e tij. Prandaj pse ta privojmë vetëm tonë? Pse të mbetet Abu Hanife rahimullah i pashfrytzuar në aspektet më të rëndësishme të jetës së tij dhe të fokusojmë vetëm në një aspekt saktuar, edhe aty të kemi çështje selektive. Apo, nga se jo i tërë fiku mirët nga ai. Ka shumë gjëra që janë të fikut të Imam Abu Hanife rahimullah, po që nuk janë gjallë fatkeqësisht në këtë vend. Ose janë zëvendësuar me kuptime tjera. Prandaj kërkojmë që më të vërtetë të jetë një prezantim i mirëfillt i këtij imami të madh dhe një pasim dinjitoz i tij. Sikur që na e lejojnë kornizat e shariatit, duke mos do lash këtyre kornizave, e atëherë mund të flitet për një madhrim të tepruar. Atëherë po, jo mërisë brenda këtyre kornizave me këto kuptime, padyshim se është mbrana asaj që Zoti xhallahu ala jo vetëm që e ka lejuar, por edhe ka kërkuar për ne. Nëse ky është qëllimi i emisionit tonë që e thyem rregullin e statik të emisionit duke kaluar direkt në sallë duke dëgjuar të gjitha deklarimet, intervistat që morëm. Kjo më njëherë pasoj java tjetër që ka qenë përjetimi i adhurimeve. Fatkeqësisht ndodh që kemi adhurime por nuk janë të gjalla. Pse vërtet ndodh
që të kemi adhurime, por nuk janë të gjalla? Kjo ka ndoshta shumë shkaqe, por më ne shkaqe kryesore se nuk i njohim në adhurimet. Dhe para kësaj nuk e njohim atë që adhurojmë si duhet. Allah njeriu me njoft Allahun azza wa jall si duhet, do të ketë kuptim tjetër adhurimit i ndaj Zotit xhelalu. Po ta njeftë Allahun xhelalu si duhet, përmendja ndaj Allahut do të ishte këtë ndryshe. Ka se përmend dikën që pa një, për shembull ti nuk ke një ndonjë figurë të njohur botnore. Përmend thjesht kush është ky, nuk po di as. Me thjeshtësi, nëse ai tjetër vetëm kur e ndëgjon fjalën e tij, zemra i dridhet nga ajo që e pushton për autoritetin që ka filonin në zemrën e tij. Pse? A din kush është ai? A din kupton? Andaj po ta njihim Allahun xhelalu ala, edhe adhurimet do të kesh në të ngjyrë. Dhe nuk janë të gjalla, nga se bëhen në mënyrë rutine, mekanike, prandaj nuk kanë ndikim pastaj në jetën tonë të përdorshme fatkeqësisht. Nuk po them që është zë e tëra, por nuk është ajo që kërkohet, kjo është qëllimi. E vërtet Hoxh. Më që bëhen të gjalla, Hoxh na the që më njëherë ti mundesh të ballafaqohesh me sfidat dhe të kalosh me shumë sukses. Por na bëre një ndarje ose na qartësove konceptin fjalës sfidë. Se jemi mësuar sot nga fjalët që është bërë trendi i kohës, sfidë është përballë vështirësive, ke një mal të madh, ke ca standarde për të plotësuar kështu me radhë. Na dhe një ndarje shumë të bukur duke thënë që sfida është e mira edhe e keqja njëkohësisht. Mund ta përsisim edhe një herë pse është sfidë edhe e mira edhe e keqja? Po, për neve fillimisht, sfida më e madhe që do të ballafaqojmë me të është llogaridhënia për Allah të madhëruar. Si do t'ja bëjmë atje? Në këtë dunja, përballë sprova të ndryshme mund të bie, mund të kalojmë, apo edhe eventualisht nëse në një sprovë që na godet, na rrezon, mund të riparohet ajo që është shkaktuar nga dëmet. Është e riparueshme. E po çfarë ti bëjmë nëse para Allahut kur japim llogari, nuk kalojmë si duhet? Kjo është fatale, kjo është e pariparueshme. Nuk mund të sanohet më ajo. Ka marrë fund. Andaj për neve sfida më e madhe është llogaridhënia. E tash nga kjo fillim të lëshohemi më poshtë. Kjo llogaridhënie a është vetëm për suksesin apo dështimin e të kalimin e sfidave që kanë të bëjnë me sprovat e vështira apo edhe me komoditetin? Po me këtë është para kësaj. Nga se ata që do të hapet xhehenemi me ta, apo nuk janë smurit, as nuk janë të varfrit, as nuk janë ata që kanë qenë të burgosurit, nuk janë këta, janë të begatuarit. Ata që Allah i ka begatuar me begati të caktuara, me dija, me pasuri, me guxim dhe trimëri, këta do të jenë, për shkak se kanë kaluar këtë sfidë si duhet. Për ta ka qenë sfidë dija. Apo është dashme e të kalu këtë sfidë me sukses. Këta kanë rënë provimin e dijes, nga se nuk i ka mësuar të tjerët për Allah, por për vete. Andaj kjo dështim është, ti ke rënë provim. Në provimin e sinqeritetit. Ai ti ka rënë në provimin e dordhënies dhe bujarisë në emër të Allahut. Këtë ka bërë që të përmendë se fillon është bujar. Ka rënë provim. Allahu ta ka dhënë këtë pasuri, ka begatuar për të sprovuar dhe ti ke rënë provim. Edhe në rrugën e guximit që ka luftuar, por ka luftuar që ti dalë nami, që të përmendet. Andaj ky ka dështuar. Prandaj më e tmerrshme është dhe më shqetësuese dhe më e frikshme është sfida me të mirat se sfida me vështirësi. Nëse njeriu kur është në vështirësi, apo disi mobilizohet, disi përgatitet, disi kërkon një mbështetje dhe aty e gjen Allahun azza xal që mund të t'i ndihmon në këtë situatë. E po njeriu që është i begatuar, harron Allahun azza xal. Njerëzit pa besimtar në vështirësi e kujtojnë Allahun. E mësojnë për besimtarët. E po në rastet e begative, ndodh që besimtarët të bëjnë sikur si jo besimtarët. Për këtë arsye, nuk duhet me kuptu sprov, besimtari, sprov edhe filoni është sprovuar me varfri, por edhe filoni është sprovuar me pasuri, dhe është sprov, dytë kanë më sprovu. Po, për shkak se llogaridhënia para Allahut nesër është në bazë të dyja provime, jo në bazë të njërit nga këto provime. E vërtet Hoxh, edhe pse koha e pjesës parë nuk na toleron shumë, por
Ajo që do të veçoja shumë shkurt, duke marrë pak nga koha, në shumë pika që ne ke përmendur, se si ti ballafaqojmë me sfidat, si ti përtojmë adhurimet, përveç fakti duke parë si mirësitë e Zotit dhe në fund gjithmonë thoshë lutja, ishte një pikë që vërtet sot ndoshta na mungon si shumë të tjera, shoqërimi i mirë. Shkutosh pse pikërisht shoqërimi i mirë, ku ne mjafton lidhje që ka me Zotin, pse do të kem lidhje me të tjerët në këtë rrugë. Po mjafton për këtë ajo që e ka zbritur Allahu azza në surën Al-Asr. Repetuar Allahu në kohën që është jeta jon, apo të pasoj Allahu ka dëshmuar se të gjithë janë humbje. Përveç një kategorie të vogël njerëzish, ata të cilët janë amanu wa amilus salihati, kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira. Kjo është me Allahun azza. O tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kjo është me njerëzit. Janë këshilluar për të vërtetën dhe janë këshilluar për durim. Kjo është shoqënia e mirë. Shoqënia e mirë e cila e kujton njërin me të vërtetën. Apo përkujtohet me të vërtetën, këshillohet me të vërtetën, urdhnon për të mirë, ndalon nga e keqja. Shoqënia e mirë. Ajo që e plotson pjesën e mbetur të shpëtimit. Që Allahu ka thënë që se nuk plotësohet dështon i humbur. Dhe pastaj në këtë rrugë kemi dekurime të shumta, kemi zhgënime të shumta, kemi probleme të ndryshme, kemi pengesa që na duhet njëri tjetri për ta ushqyer me sabër, dora, qëndra, e kështu me radhë. Prandaj kjo sure e shkurtër, apo ka ndonë në dysh, po si thua 50-50, apo besimin e Allah dhe punë të mira janë, por e dy tjerat të këshilluar me vetë si musliman, si shoqëri e mirë, nga se shenjë e gjallërisë së një shoqërie të mirë është funksionimi i këshillimit. Aty ku nuk këshillohen për të mirë, por përgojohet, aty ku nuk urdhërohet për të mirë, apo por sillemi me politikë me një tjetrin, ajo nuk është një mirë. Nuk flet Kurani për të ato. Nuk flet Kurani për të. Prandaj është e rëndësishme shoqëria e mirë, shoku i mirë i cili është sikurse pasqyrë, rregullohesh në të, apo nuk të lën me dal me njolla në fytyrë, nuk të lën. Sikurse një nënë e cila ose një grua e mirë ose një vajzë të shtëpisë, apo që babana e saj shikon, nuk lën me dal, pret, e ke njoll, nuk bën, është turp. Andaj shoku yt të ndal nuk bën kështu. Është turp për neve kështu me të pa shoku jon kështu po bën. Apo andaj kupton si të familjen si të veten. Dhe kjo shoqëri është shumë e rëndësishme në udhëtimin drejt Allahut xhallahu xhelalu. Allah të rujtosh. Në shkputimin pjesën e parë duke marr një nga fjalët e gjithë më të mirë shpresoj vërtetaj që mund të zgjedh tani në këtë moment të hoxh, duke qenë se ne nuk kemi vetëm ky emision, por gjithë televizioni jon, të gjitha emisionet janë të tonat, jo vetëm rruga drejt Allahut, po edhe ato që janë jashtë që nuk janë formate televizionit, unë drejtoja gjithë miqve të mi, mos të harrojnë me gjithë pikat dhe ciklin e ligjëratave të njohim Allahun. Se ndoshta me të saj vërtet ne mund të rregullojmë gjithë edukatën tonë. Inshallah. Atë nderuar miq, mos harroni përveç emisionit tonë që e shpresoj ta ndiqni, po dhe emisionet të tjera, po dhe ciklin e rëndësishëm të ligjëratave që kemi nderin për hoxhës tonë të nderuar, ta njohim Allahun. Kthehemi mbasi të shohim disa nga pyetjet më të zgjedhura të gjithë këtyre emisioneve për të vazhduar pjesën e dytë. Edukata në Islam besoj ashtu si Islami që është një fe gjithëpërfshirëse, fokusohet në të gjithë sferat e jetës besimtarit. E para në sjelljen e tij me Zotin, në bindjen, nuk kuptojmë sjelljen e tij me Zotin, në zbatimin e urdhave të Zotit, në sjelljen e tij me njerëzit, me shoqërinë në cilën ai jeton, me familjen, me farefisnin, me të gjithë mikro dhe makromedisin në cilën ai jeton dhe e rrethon. Mendoj se edukata është pjesë e besimit dhe që shprehet edhe me vepra. Që do të thotë njeriu mjaft sjellje dhe mjaft norma mund të ketë si më të brendësuar në natyrën e tij, në si themi në zemrën apo në shpirtin e tij dhe që i shpreh tek njerëzit. Po, patjetër, një besimtar i mirë pa edukat nuk është si një pemë pa fruta, domethënë. Sado i mirë, nëse nuk ke edukat dhe nuk e transmeton te të tjerët, domethënë, atëherë çfarë mund të presësh prej tij, domethënë. Në rast parë muslimanëve vëllai që duhet të ketë edukat, duhet të transmetojë te të tjerët dhe të jetë shembull për të tjerët, domethënë. Kështu që edhe të tjerët të shohin një shembull të mirë, domethënë, se si ja një musliman si një kështu, të kenë një shembull të mirë, të shohin. Një person nuk mund të shkojë me një person tjetër nëse midis tyre nuk kemi esencën në bazën e bashkëbisedimit që është edukata. Pra, pa edukatën nuk kemi komunikim dhe njerëz, dhe me edukatën arrihet gjithçka, me një edukatë moral të mirë.
Nuk mund të jesh besimtar i mirë pa një edukat islame, sepse këto janë dy terma që bien në kundërshtim me njëra tjetrën, pra përderisa nuk ke edukatën e mirë, do thotë që nuk je besimtar i mirë. Nuk i përmbahesh shembullit më të mirë, nuk i përmbahesh Islamit, nuk i përmbahesh Kuranit, nuk i përmbahesh Sunetit. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë. Jemi në emisionin një rezumeje të këtij udhëtimi mbi 2 muaj që udhtojmë së bashku në lidhje me edukatën. Hoxha, shkëputëm në pjesën e parë, duke nënçuar, më thënë, mos harrojmë ligjëratat të njohim Allahun, se ndoshta ajo na ndriçon më mirë për të qartësuar adhurimet tona, ballafaqour me sfidat e kështu me radhë për një edukat më të mirë. Për 1 muaj rresht, Hoxh, ne udhtuam në konceptet e gabuara që fatkeqësisht ndërtohet pa dashje një edukat, në thonjza islame, po që është e gabuar. Pika e parë që të flasësh pa dije. Me mend që ishte shumë rrezikshme që nga ty buronte shirku dhe shumë gjunafe të tjera me njëherë mbas shirkut, ishte flisje pa dije. Është vërtet që domthonë ignoranca është e shëmtuar dhe askush nuk e don. Aliu radhiyallahu anhu thotë, mjafton nder për dijen që e pretendojnë edhe ata që nuk e kanë. Nërsa mjafton shëmtim për padijen që distancohen nga ajo ata që e kanë. Apo mjafton shëmtim për padijen që ai që është i tillë thotë unë jam kështu. S'do të më shën. Është e shëmtuar. Mirë po flasim për një padije të një lloji tjetër. Kur dikush edukohet fatkeqësisht në padije, si ndodh kjo? Për shembull, mund të ketë grupe të muslimanëve të ndryshëm, të cilët nuk e ndjekin rrugën e dijes. E çfarë bën ata? Si ata e edukojnë familjen, vetën e tyre, si të kalojnë problemet ata me padije. Ata mund t'japin ata, për shembull, zgjidhjen nga vetë atyre, alternativa, analiza, por gjitha nuk kanë dije ato. Nëse nuk i ka legjitimuar shariati si dije. Unë e di një herë, para luftës, para 20 vite ose më tepër, kisha rrasë të jemi të ubime ndryshme, dhe normalisht atërës nuk ka pasë dhe shumë, përmënaj, gjëllarët e shkolluar që këshëm rrasën të rrimë ta, është do të që të jemi në të ubime nështë vetë me ju dheqë, isha më shku vitin e para, për vitin e dytë në medrese, për hoqë kam filluar me mësupin, por dje që shumë e cekt, absolutisht, me sa kemi filluar, po s'kishe. Dhe njëra u propozua që ajde ta marim Kur'anin, njëri propozoj. Dhe çfarë me Kur'an? Po e lexojmë shqip, ka një ajet 2, dhe pastaj japim mendimet tona se si kemi kuptuar. Në duk interesant, kemi shkuar 4-5 tubime, lexonim ajetet, të çfarë thu, të çfarë thu, nuk dinim. Dhe pastaj më kujtohet si ka, jemi eduku po gabimesh me padije. Sa mendimi është për Kur'an aty që është tërësisht i refuzuar, i papranuar. Asnjë dietar se ka dhënë atë mendim. Por ne kemi kaluar në ato faza. Ose për shembull, ajo që kemi përmend tek koncepti domosdoshëm për edukim, që është respektimi i dietarëve. Kur ky mungon, atëra kush e zëvendëson këtë koncept të rëndësishëm për edukimit, koncepti i gabuar. Pa shumë xhamate sot që thirrën në emër të Islamit e që fatkeqësisht kanë rënuar urat e bashkëpunimit me dietarët, ata janë eduku për të rënuar dijen. Dhe edukimi i tyre për të rënuar dijen dhe bazë të dijes është një shenjë se këta janë edukuar pa dije. Nga se këta nuk e bartin dijen dot. Nuk mundën, nga se po të futi dija do të rënonte ata. Andaj thotë, so më rënon ti mua, unë të rënoj ty. Dhe është një lloj rezistence për mbijetesë nga ana e këtyre njerëzve. Ka se po të futi drita aty, do të dilni shesh shumë gjëra të gabimisht janë. Do të shfaqeshin shumë pozime të gabuara që kanë rridhur nga këta persona. Andaj këta preferojnë më tepër të mbeten në të errësirë që mos të duken të metat dhe edhe e luftojnë dritën. Duke menduar se ata janë dritë. Dhe kështu nuk është kënjë herë dy herë. Kjo është koncept jetësor që ata jetojnë këtë aspekt. Kështu, andaj kjo është një edukate me pa dije.
u ulët tek dietarët. Ka të tjerë që për shkak se kështu kemi përmend, njerëz që kanë titull shkencor për shembull, është master, profesor, doktor, në rregull, alhamdulillah, ajo në minë vet, mi pa mund të jetë në islam shkollë fillore. Apo dhe niveli i tij intelektual shpesh nuk u alejon që të ulen para xhallarët mësojnë hapat e parë të fesë të tyre. Dhe kjo padyshim bën që ai të edukohet, por edukim pa dije, qase nuk din çka duhet ty, ti nuk din çka duhet bësh këtu, sepse unë nuk di për gjëra që ai din. Apo unë mund të jem një analfabet, me të vërtet një analfabet shumë i madh në mjeksi. Normal është, nëse nuk di unë e kam përdorur edhe mjeku, si më këtë ke përdorur ku ke temperaturë, po çka di unë? Duke menduar se ke ul temperaturën. Unë jam jahil për këtë çështje, ignorant jam. Andaj unë duhet të respektuar atë. Nëse unë nuk shëtet mjeku kur, apo kjo është një edukatë e imja që unë nuk respektoj mjekun. E çfarë bëj unë? E favorizoj padijen time. Pra kjo është një koncept i gabuar që duhet xhamati musliman të largojnë prej tij, të edukohen në dije, jo të edukohen pa dije. Ndërsa ana tjetër Hoxh ishte fanatizmi i tepruar në disa mendime apo grupime që mund të ndodhin fatkeqësisht në kohët bashkëkohore që ne jetojmë sot, dhe ky fanatizëm njëkohësisht është po edukat e gabuar me të ndërtohet. Kjo vjen si pasojë mungesës së sinqeritetit. Apo nga se nuk bëhet për qëllim që të madhrohet Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por që të triumfojnë mendimet e caktuara. Dietarët e arshëm kanë pas mos pajtime. Mirë po, kur vllai i tij apo e ka kundërshtuar në mendim, së shpajtuar me të. Mirë po, e ka ruajtur pozicionin e Kuranit dhe Sunetit, ata e ndosh me vetë. Sa më rëndësi që shmendon ti. Më rëndësi që mos bie Kurani. Sot për shembull degradohet argumentimi me Kur'anin me Sunet dhe mban inatën këtë drejtim që të mbijeton mendimi im dhe jo mendimi yt. Dhe ky fanatizëm pastaj bardh tek gjërat e ardhshme. Apo që ta ruajnë me fanatizëm këtë ide, këtë kuptim, këtë veprim të caktuar i cili padyshim bën barikada mes muslimanëve. Dhe çdo kush barikadohet në anën e mendimit të tij, apo dhe si të ka barikada çfarë ka? Ka shkputje raportesh, ka tensionim dhe ka konflikt të padëshiruar me pasojë më të rënda për atë komunitet. Prandaj ne duhet të edukojmë gjërat e ardhshme, fëmijët tanë, të tjerë të edukojmë, sikur se na kanë edukuar ulemat e mëdhej. Idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi, kjo është edukat. Kur e gjeni hadithin e sakt, çaja ajo është unë që e kam kërkuar. E ti thua birit tënd, birim, ti ndëgjon babën. Por nëse nesër ndëgjon dikë që flet me argument e i cili është në kundër mendimin tim, hodhe mendimin tim, merr atë mendim. Edukanti e përgatit paraprakisht që të jetë i hapur përballë mendimeve të tjera që janë të sakta. Pse mos të ofrojnë në tavolinë e diskutimit dhe debatit mendime të ndryshme dhe ti filtrojmë. Ajo që është më e sakta, më e fuqishme, më e qëndrueshme, ajo të mbetet mendimi joni, qase tek e fund një Zot pa adhurim, një pejgamber pa ndjekim. Nuk ka mundësi të ketë kundërshtime dhe mos pajtime. Andaj duhet që të edukohemi në pasimin e argumentit, jo në barikadime dhe në fanatizme ndaj mendimeve të caktuara që mund të jenë në kundërshtim me të vërtetën. Allah në rritë Hoxh. Së fundi, ka qenë një shprehje që më ka ngelur mendja Hoxh. Në emër të Islamit, humbasim kohën. Ishte shumë e vështirë ta kuptoja në fillim dhe prandaj duhet të rikthehemi edhe një herë sot. Si mundet në emër të Islamit ne humbasim kohën? Nuk e shfrytëzojmë siç duhet kohën. Po ka mundësi kur ne për shembull bëjmë debat ka 5-6 orë në emër të Islamit del e vërteta, nëse në fund nuk del asgjë poshtë pa vërteta. Del në shesh ignoranca jon. Për shembull, a ke mundësi unë dhe ti në emër të xhelozisë, jo xhelozisë po them, në emër të dhimbshmërisë për gjendën ekonomike që po kanë në popullin jon. Apo bisedojmë 5-6 orë se a thu vallë gjendja ekonomike si komo mund përmirësohet. Na mund bisedojmë. Ne mund të fyem qeveri, të themi se këta vjedhin, këta bëjnë. Po mezina nuk mundon, nuk di si përmirësohet ekonomia. Apo unë e di vjet trasha, mos më vjedh, më bukët, po kjo don projekte konkrete, kjo don vija të qarta për dalë për krize. Apo da mundemi në më 5-6 orë ose mas 10 ditë debate dhe bisede dhe dialoge dhe ku di çfarë këtë tim, në fund apo të themi se jemi lodh shumë, të themi Ministrisë së Financave,
Dhe Ministrisë e Ekonomisë, për shembull, ne jemi lutë shumë, luta mos ta nëshmëni mundin, nga se ne kemi marrë në përfundim se kështu nxirr nga kriza ekonomike. Po, mora e thotë kjo, falti veç, ma mirë ka që me flajt, se këtë mund që i ke bë kështu. Andaj në emër të diçkafit, apo nuk duhet që ta anashkalojmë, apo ta lim anash rrugën që duhet me njek. Nga se ka thënë Ibn Mesudi, radhiyallahu anhu, rubbe muridin il khajri, len yusiba. So njerëz e dojnë mirën, por nuk e godasin, nuk e qëllojnë atë. Andaj so njeri dënë me i shërbi islamit, bën ma bet për islam, bisedon për islam, por nuk e ke qëlluar Allah. Të ka unë bërkua këtë, më mirë ka qenë të ulesh të bësh dhikër, të lezosh Kur'an, se këtu debate që i ke bërë të pafrytshme, pa dije. Prandaj në emër të islamit mund me humb koha, mund me shkujeta, duke menduar se po bëndeq. Ndërsa realisht nuk është duke bërë asgjë, përveç se po humb kohën. Prandaj edhe Allahu xhallahu ala ka thënë: "Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." A don të tregoj ty për më të dështuarit, ata që kanë humbur. Ata që e rënuan angazhimin e tyre në kësaj bote. Ndërsa ata vazhdimisht mendonin se nuk e bën mirë. Shiko, mendonin se po mirë jam duke bërë. Mos thosin për shumë bidate dhe novatori dhe risi, që njerëzit kalojnë ka 2-3 orë, duke menduar se Allahun po adhurojnë, e pa afron tek Allahu xhallahu ala, nëse Allahu xhallahu e urren atë mënyrë të afrimit tek ai ashtu. Sa ka nga mënyrat e dhikrit me zë që bëjnë me transe, me lëvizje gjymtyrësh që bëjnë tek dervishët e saktuar, edhe ne më dështojmë ta të bën. Ma kjo ka 3-4 orë këtë bëjnë. Apo, a është kjo kohë që kalon? Po vallai shumë. Ne më dështojmë po. Mirë po, është humbje kohë. Allahu na ruaj. Atë përballë të ajeti hoc e mbyllim dhe këtë udhëtim të këtij udhëtimi brenda udhëtimit rruga drejt Allahut. Allahu nderoft, Allahu shpëleft. Edhe ty Zotë të rujtë, Allah në rrështë që Zotë Gjellevat në leson rrugtimin drejti dhe mëson që dalim para ti faqebar me një logaritën e të letë, cila do të ketë fundin në gjennet me lejnë Allah të mëndon. Amin. Allah ndërthot. Atë ndëruar miq, edhe somt erdhi fundi emisionit ton. Ne shkëputemi, por ju lëm në një nga përshkrimet poetike që ka të bëjë me kohën, që kemi transmetuar në emisionin e fundit dhe në leximin e kolegut ton Bujarisme, ju lëm qofshin kujdesin e kryusit. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shoqëruesja e pandarë çdo kujt. Ajo të shoqëron që kur lind e deri sa frymarrjen e fundit ta konsumosh. Ajo është dëshmitarja jote e çdo momenti që të ka shoqëruar. Ajo është me shi, është me diell, është e ftohtë dhe e ngrohtë. Është një krijesë e rëndësishme që e neglizhojmë çdo herë. Koha troket që çdo mëngjes me tiktaket e saj. Ajo ka qenë me ty gjatë natës. Ajo do të shoqërojë edhe gjatë ditës. Ajo duket sikur përsëritet çdo ditë e njëjta. Por jo, tiktakja e tanishme kurrë më nuk përsëritet. Ajo është shkruar në librin e jetës sate. Ajo u regjistrua me veprat e tua në ato fletë të librit që një ditë do të vjen. Ajo është regjistruar me veprat e tua në ato fletë të librit që një ditë do të vjen. Do të vjen ky libër që ti vetë ta lexosh. Do ta lexosh çdo sekondë të kohës sate që ti e ke harruar. Libri do të kujtojë çdo çast që ti neglizhove. Kur të lexosh, do të kuptosh se asnjë sekondë nga jeta jote nuk është përsërit. Asnjë sekond nga jeta jote nuk është i njëjtë. Çdo sekond atë ditë ka për të qenë shumë i shtrejtë. Ose ke bler shumë shtrejt, ose e ke shitur shumë shtrejt. Së bashku po lexojmë në këto minuta dhe unë prap po të pyes, a do ta blejmë këtë minutë me afrim, me pendim, me lutje drejt krijuesit, apo do ta shesim shumë shtrejt, me humbje e hidhërim ndaj Allahut? Të mençurit e kuptuan drejt çfarë është koha për ta. Njëri prej tyre, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë, na tha: koha është si shpata, ose do të presësh, ose do të pres ty ajo. Dikush tha: koha është me ty ose kundër teje. Bëje mik, se do të duhet një ditë. Për kohën ka folur ai që e krijoi, ai që çdo gjë për njeriu e sqaroi, ai që me drejtësi do të gjykoj
por mirësia e tij në ditën e gjykimit do të mbretërojë. Ai është Allahu, krijuesi, i drejti, mëshiruesi, që për kohën në librin e tij na tha: Pasha kohën, me të vërtetë njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, këshillojnë për të vërtetën dhe këshillojnë për durim.